Më 11 korrik të vitit 1980, Njazi Gashi nga Suareka kishte fituar të drejtën e shfrytëzimit të përkohshëm të pronës komunale për ndërtimin e objektit të servisimit të gomave dhe larjes e lyerjes së automjeteve. 33 vjet pas këtij vendimi, komuna e Suarekës dëshiron ta rikthejë pronën e shfrytzuar nga Njazi Gashi, duke planifikuar që në të ndërtojë një bibliotekë. Është një projekt që e parasheh bibliotekën, po ka edhe anekse tjera. Do thotë është një projekt që krahas bibliotekës do të ketë edhe një sallë, kinosallë, e cila në mënyrë me çfarë kapaciteti ka munguar Suarekës. Do të ketë edhe një sallë e kuvenit, e asamblesë pak më modernizuar se kjo që është tani, dhe do të jetë edhe një sallë e performancës. Do thotë 3-4 salla do të jenë edhe salla bibliotekë. Vlera e projektit është komplet projekti me këto salla të shtesë, me anekse shtesë është rreth 2.5 milionë euro, 2 milionë e gjysmë, ndërkohë që do të ndërtohet në faza e parë parasheh ndërtimin e bibliotekës, që veç mjetet janë siguruar tani kanë një vlerë prej 450.000 euro, mjetet që ndoren nga Ministria e Administratës dhe Pushtetit Lokal. Faza e ndërimit është kryer, është përzgjedh kompania fituese, është kompania Niti. Familja Gashi nuk është kundër lirimit të kësaj prone, por kërkon që komuna t'u gjejë një vend tjetër për vazhdimin e punës, se përndryshe do të detyrohen ta mbyllin biznesin që kanë. Kemi absolut kundër komunës, vetëm kërkojmë një kompenzim, se ka shku një kohë gati, ne kemi shfrytzuar të lashe, s'kemi pas kur as me komunë. Çka po kërkoni tash, mjaft gjet një vend tjetër më po? Patjetër një vend përshtatshëm neve ku mund me kry këtë veprimtari, se mbajmë familje 5 antarëse. Komuna e Suarekës ka bibliotekë që nga vitet 50, por ky institucion asnjëherë nuk ka pasur objekt të vetin. Deri në vitin 2001, biblioteka ka qenë vendosur në Shtëpinë e Kulturës, për të bartur pastaj në një barak brenda oborrit të shkollës fillore 8 Marsi, ndërsa nga viti 2005 ndodhet në një lokal pronë e komunës në një hapësirë prej 100 metra katror. Gjatë vitit 2012, në bibliotekë janë regjistruar 1242 persona, ndërsa gjatë këtij viti, deri tash bibliotekës janë shtuar edhe mbi 500 lexues të rinj. Punonjësit e bibliotekës së qytetit në Suarek tregojnë se në vendin ku ndodhen aktualisht nuk kanë kushte të përshtatshme për punë, pasi në një hapësirë prej 100 metra katror janë të vendosur 13.000 tituj librash. Në anën tjetër, familja Gashi, pronare e biznesit që lidhet me makinat, ka marrë njoftim për lirim të kësaj prone me 12 prill të vitit 2013. Në njoftim kërkoi që lokali të prishet brenda 11 ditësh dhe gjatë kësaj kohe hapësira të lirohet plotësisht. Pas marrjes së njoftimit për lirim të hapësirës komunale, Naim Gashi angazhoi një avokate që do ta përfaqësojë pranë komunës për të gjetur zgjidhje rreth këtij problemi. Avokatja Sabrie Syla u ankua më 2 maj me pretendimin se njoftimi për lirimin e tokës komunale brenda 11 ditësh është në kundërshtim me ligjin. Sipas këtij njoftimi kam pasur se kjo është diçka e kundërligjshme, për arsye se pala, pavarësisht faktit çfarë kontrate ka të bëjë, në këtë rast është ende më e rëndë shkelja dhe keqpërdorimi që janë bërë ndaj këtij qytetarit, për arsye se kontrata është shfrytëzim i përkohshëm, mirë po nuk ka afat për pronën publike 22/7/2001. Në këtë rast pala është liruar, është kërkuar faktikisht dhe është kushtëzuar nga institucionet tona, faktikisht nga komuna e Suarekës, që me datë 12 prill 2013 ta lirojë pronën shoqërore. E faktikisht njoftimi është dhënë 4 ditë para kësaj date. Në këtë rast, pala, pra i dëmtuari, qytetari Njazi Gashi nuk ka të bëjë me një tavolinë që ta largoj, ta ndërtoj sot, ta vënë atë vendet nesër me ta hik. Po në këtë rast ka të bëjë me një ndërtim të objektit vrasht, me një ndërtim të vrasht. Dhe në këtë rast duhet pala paraprakisht të njoftohet në këtë procedurë spaku 3 muaj përpara. Pas ankesës së saj, komuna e Suarekës ja ka zgjatur Naim Gashit afatin e largimit nga prona komunale njëherë deri më 20 maj, pastaj në afat të pacaktuar. Në drejtorim për pronë dhe kadastër thonë se ky biznes nuk do të bartet në rrugë pasi komuna është duke bërë të pamundurën që t'i bëjë një zgjidhje. Përveç biznesit të Naim Gashit, në zonën ku do të ndërtohet biblioteka, një pjesë të depove e kanë edhe Hidroregjioni dhe Ekoregjioni, objekte këto të ndërtuara pas luftës.
Në drejtorim për pronë dhe kadastër, thonë se komuna është afër gjetjes së zgjidhjes së çështjes së këtyre dy kompanive. Këtë e konfirmon edhe Haxhi Sallauka, drejtori i Hidroregionit, i cili thotë se komuna u ka ndarë më herët një parcel afër zyrave të Hidroregionit, te tregu i qytetit, dhe se tash zyra dhe depoja do të jenë afër njëra tjetrës. Tahir Kolgeci, drejtori i Ekoregionit, thotë se kjo kompani është në pronësi të komunës dhe si e tillë, komuna e ka për obligim t'i bëjë zgjidhje. Drejtori i drejtorisë për pronë e kadastër, po ashtu rrëfen se ka shumë hapësira komunale të dhëna në shfrytëzim sikurse te rasti i biznesit të Naim Gashit, por rasti i Gashit është i vetmi që pas 33 vjetësh i kërkohet të largohet. Nëse komuna s'merr diçka asyri ne s'kemi ku me shku, duhet me mbyll biznesin. Naim Gashi, si arsye për t'i ndihmuar, përmend edhe faktin se gjatë shfrytëzimit të pronës komunale rregullisht i ka paguar taksat.